Për të folur për këtë zhvillim të fundit ndërkombëtar, kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Kejda Kostreci, gazetare. Kejda, mirëserdhe, shumë kënaqësi që të kam në studio. Përshëndetje, Mirela. Si të duket plani për Ukrainën, reagimi amerikan, Donald Trump, i cili vendos një deadline dhe thot për Thanksgiving kjo duhet jetë firmosur, reagimi i Zelenskit, i cili përpara popullit të tij tha se Ukraina duhet vendos mes dinjitetit dhe një partneri strategjik, Putin, i cili thotë unë e ka marrë kërkesën, si të duket ky moment? Po me thënë drejtën, duket pak si déjà vu, sepse edhe në të kaluarën ka pasur përpjekje të tilla dhe ka pasur shqetësime të tilla si nga Ukraina, ashtu dhe nga Bashkimi Evropian, që propozime të tilla janë bërë pa konsultimin e tyre. Shqetësimet e Ukrainës kanë të bëjnë në fakt me ato pikat të propozimit që tashmë kanë dalë në media, që thonë që sugjerojnë që Kievi duhet ndryshojë dhe kushtetutën që të mos kërkojë asnjëherë të futet në NATO, të uli numrin e trupave të saj, t'japi të heqë dorë nga rajonet lindore, bile dhe nga ato pjesë që Rusia nuk i ka akoma, dhe gjitha kjo ndodh në një moment të vështirë për Ukrainën para dimrit, kështu që është një situatë vërtet e ndërlikuar. E qartë. Pra, mos hyrja në NATO, zvoglimi i ushtrisë, zona e Donjeskut dhe zona të tjera të cilat në fakt nuk kërkohen, Luhanski i jepen Rusisë, dhe të gjitha këto në sfondin e një korrupsion shumë të madh që është në Ukrainë. Janë gjetur shpërdorime fondesh, ministrat të përfshirë në një korrupsion galopant. Si e shikon në rrafshin e brendshëm, politikën e brendshme ukrainase, që populli duhet të jetë i mobilizuar, është një luftë për tu mbajtur, por edhe në rrafshin e jashtëm. Si të duket kjo situatë? Po kjo ndoshta e dobëson pak situatën e zotit Zelenski dhe fuqinë e tij për kompromis, pikërisht sepse ka këto probleme të brendshme. Kështu që bëhet edhe më e vështirë situata, duke pasur parasysh që ka Ukraina përballet me këtë afat, le të themi, sepse zoti Trump e ka pranuar që afati është dhënë deri te njëjtën, deri ditën e falënderimeve, dhe ndërkohë që përballet me gjithë këto shqetësime të tjera. Pra është një pozicion i vështirë, besoj. Mendon që është një hap që duhet ta ndërmarr pavarësisht vështirësive? Sepse le të flasim për prot dhe kundrat. Nëse nënshkruan, cilat janë përfitimet e Zelenskit edhe të Ukrainës dhe të vetë Zelenskit, dhe të marrim edhe jon pastaj. Si e mendon? Mendoj që zoti Zelenski tha që nuk do të marrë asnjë vendim që prek dinjitetin e Ukrainës. Është bërë qartë tashmë që Ukrainës do t'i duhet të bëjë kompromise. Po këtu nuk bëhet fjalë për mendimin tim ose opinionin tim, por bëhet fjalë për një situatë të jetë të vështirë. Ka besoj që dhe analistët bien dakord që një zgjidhje duhet bërë, po duket se këto pika, dhe sidomos fakti që nuk janë konsultuar me Kievin, e bëjnë të vështirë situatën e Ukrainës, ndërkohë që presioni rritet po ashtu dhe nga Rusia, duke pasur parasysh që dhe Rusia ka thënë që sa më shpejt të mbyllet kjo luftë, aq më mirë është edhe për Ukrainën. Një mbyllje e luftës të fakt, se ne ti vjen nga Shtetet e Bashkuara dhe keni perspektivë tjetër atje, po ne në Evropë ndoshta na intereson më shumë një mbyllje e luftës pavarësisht se si mbyllet dhe pavarësisht se çfarë kosto duhet paguajë populli i Ukrainës. Në fakt mendojnë që kjo mbyllje e luftës shliron shumë tensione, si në gjeopolitikën evropiane, por ndoshta jep një bonus Trumpit se thotë ai unë mbylla luftën. Si është në gjeopolitik një Ukrainë që nënshkruan marrëveshjen deri te njëjtën? Po ne kemi parë nga historia që nuk ka rëndësi vetëm të mbyllet lufta, po ka rëndësi dhe si mbyllet lufta. Sepse nëse një luftë mbyllet, dhe i referohem tashmë precedentëve, nëse një luftë mbyllet duke lënë hapësira për një, po themi, konflikt të ftohtë apo për tensionet vazhduara mes dy fqinjve, kjo mund të shkaktoj probleme në të ardhmen. Nga ana tjetër e kuptoj edhe pozitën e evropianëve e kontinentit, edhe të diplomatëve, madje edhe të Washingtonit, që kjo luftë nuk duhet të vazhdojë pafund, dhe është e qartë që gjithmonë Ukrainës do t'i kërkohet që të bëjë disa lëshime. Por në këtë rast më duket se pakënaqësia e
po themi e Bashkimit Evropian është që nuk është konsultuar dhe një plan për përfundimin e luftës ndoshta do të donte pak më shumë kohë. Gjithmonë flas në këndvështrimin e Kievit, ndërkohë që natyrisht Rusia po e kërkon përfundimin e kësaj lufte dhe ato pika që përmendëm pak më lart janë diçka që Kremlini do t'i pranonte. E qartë, mirë, është një ngjarje në dinamikë dhe të gjithë presin tani me shumë vëmendje në fakt se si do të reagojë Ukraina, sepse ajo është që duhet të firmosi, ndërkohë që Vladimir Putin është në një pozicion më komod, sepse merr diçka që ai bën sikur se kërkon, po në fakt i volit të gjitha pritshmëritë e tij. Presim dhe shohim si do të eci. Do ta ndalem në një moment tjetër shumë të rëndësishëm që ka bërë zhurmë në Evropë dhe që është pikërisht çështja Epstein, sepse Trump i vendosur në një presion edhe të vetëve, ka deklaruar që brenda 30 ditëve do të publikohen emailët e tij. Përveç Hanës Roz dhe përveç kësaj zhurme që po bëhet, sepse njerëzit janë kurioz, do hyjnë dhe do shohin se kush i ka shkruar kujt, çfarë fjalori ka përdorur kush. Çfarë përmbajnë në fakt këto emailë? Pse Trump luftoi fort dhe njerëzit që e mbështeten që ato mos të dilnin, por tashmë ato janë publikuar? Si rolli kjo histori? Si ishte ngjarja? Po, si çdo gjë dhe kjo është kthyer në një çështje politike tashmë dhe ndoshta edhe vetëm ulja e presidentit Trump për një kohë gjatë që të mos dilin këto dosjet e fundit, ndoshta e ka sjellë edhe më shumë në vëmendje. Nga çfarë ka dalë deri tani, ka dalë që Epstein ka pasur lidhje jo vetëm me republikanët, po me demokratët, me qarqe intelektuale, me qarqe diplomatike, dhe kjo se thuash është diçka që tregon për gjithë elitën amerikane. Po në këtë rast me që bëhet fjalë për presidentin Trump, ai ka këmbgulur që s'ka bërë asgjë të gabuar, ndërkohë vetë zoti Epstein para se të vdiste ka thënë që zoti Trump ishte në ndjeni të asaj që po bënte, që kishte bërë zoti Epstein të krimeve të tij, edhe pastaj janë dhe ato çështjet më të vogla, më të imta ligjore që fakti që mund të ketë ditur diçka nuk do të thotë se ka qenë i angazhuar vetë. Por gjithsesi kjo, siç e tha Mirela, është kthyer një çështje politike me shumë interes dhe në fakt tregoi që edhe brenda Partisë Republikane mund të krijohen çarje për çështje të tilla, sepse vetë zoti Trump kishte premtuar që do t'i nxirrte të gjitha të dhënat, të gjitha dosjet e zotit Epstein. Sigurisht ka edhe konsiderata të tjera që nëse bëhet fjalë për informacione që janë lidhura me hetime ose ndjekje penale ose gjëra që kanë të bëjnë me viktimat e abuzuara, ato s'duhet të dalin, gjë që Departamenti i Drejtësisë ka thënë që nuk do ta bëjë, kështu që edhe këto janë thënë tashmë, por natyrisht që është bërë një çështje me mjaft interes. Si bie populariteti Trumpit nga kjo gjë në Shtetet e Bashkuara apo nuk ndikon? E godet popularitetin e tij, bazën e tij, njerëzit që e ndjekin. Dhe mund ta preki. Por nuk Fakti është që u vetëm bashkua një dhe vota çështje. republikane, mendon që një pjesë e bazës po e shohin ndryshe të paktën për këtë çështje, se ndoshta janë politika të tjera. Ka pasur nga ata që i kanë shprehur pak kënaqësi shumë hapur dhe fakti që ka përçarje mes republikanëve, fakti që persona si Marjorie Taylor Greene ka dalë hapur kundër zotit Trump të lëtë kuptosh që ka disa çarje, deri tani nuk është një rënje popularitetit të tij e dukshme, po siç e dim sondazhet bëhen më vonë se sa ndodhin ngjarjet. Kështu që po në opinionin publik republikan është i qartë që tashmë kemi dy grupe, ndërsa për çështjet tjera ka pasur një mbështetje pothuajse absolute themi për presidentin Trump. Përbën çështja Epstein një skandal që godet elitën amerikane, apo do të jetë diçka që do të përfundojë në një shfletim roz të disa emaileve të papërshtatshme, le të themi. Njerëz që mbrapa dyerve mund të mos kenë atë idenë e moralit që ne dim, apo në fakt aty ka gjëra vërtet që mund të quhen skandaloze, deri tani nga çfarë ka rrjedhur ose nga çfarë emailesh janë publikuar. Patjetër ka gjëra që e vën në bankën e të akuzuarve do ishte një term shumë i rëndë, po
Natyrisht fakti që bëhet nga media përmendet vazhdimisht që lidhjet e tij kanë qenë me republikan, me demokrat, me biznesin, me interesa intelektuale, tregon diçka për shoqërinë amerikane, tregon një moment jo mjaft të mirë, bile momente të gjata jo shumë të mirë. Një shembull që mund ta jap për shembull është Larry Summers, që është një intelektual i cili megjithëse në të kaluarën ka pasur mjaft përplasje edhe në Universitetin e Harvardit, edhe në elitën intelektuale, edhe me politikanët, pikërisht është kjo çështje që e vë atë në një pozitë shumë të vështirë. Për shembull New York Times i preu marrëdhëniet me të pikërisht për shkak të këtyre lidhje. Pra ka ca gjëra ku ato të saqe që janë lejuar në të kaluarën për këtë gjë nuk lejohen qofshin demokrat apo republikan. Si ndodh në Shtetet e Bashkuara, New York Times i thua ndërpreu lidhjet me një mendje të vlerësuar intelektuale, sepse është i përfshirë në këto emaile. Këtu tani do ishte bërë hit, do kishte rritur shikueshmërinë edhe do bëj dhe si model edhe ndoshta do kishte fituar punë edhe në 2-3 universitete tjera. Megjithëse dhe atje kishte disa, edhe për zotin Summers, pati disa komente, ca thoshin që nuk është si pazëvendësueshëm, ca tjerë thonë që ai është një kokë mjaft e shquar e intelektualizmit amerikan dhe ato që ka bërë nuk janë në atë nivel sa të çohet në jo giltin, po do të thonë të ndërpritet marrëdhënien, pra që mos të identifikohet vepra e tij si intelektual me qasjen e tij si njeri në momente të dobta, por gjithsesi duhen lexuar emailet sepse atje ka akuza shumë të rënda, ka trajtime të vajzave apo të njerëzve që janë nën moshë, pra të miturve, ka raporte të gabuara deri në dhunë dhe abuzim dhe shfrytëzim seksual. Po pikërisht kjo e ka rritur dhe ndjeshmërinë dhe prandaj ka përfshirë në këtë debat dhe i ka lëvizur ato marrëdhëniet edhe në Partinë Republikane, pikërisht sepse bëhet fjalë për këto lloj krimesh dhe bëhet fjalë me shfrytëzimin e personave që kanë qenë më të ekspozuar dhe më të dobët përballë një pushteti të fuqishëm financiar. E qartë. Le të flasim pak për politikën e brendshme amerikane. E përmendëm çështjen e Epstein sepse është shumë e njohur dhe është shumë kurioze. Jam shumë e bindur që ne ndoshta do jemi vendi i parë që do përkthejmë emailet e Epsteinit për t'i pasur dhe për t'i qarkulluar në rrjetet tona në Shqip, por dua të di si është raporti i politikës së brendshme amerikane, pra republikanët, demokratët, ne nga kontinenti ynë dhe nga politika jonë shohim Trumpin, zëvendës presidentin amerikan, shohim një politikë amerikane të një qasje të fortë, të faktit të kryer, të cilët vinë dhe imponojnë dhe thonë kjo do bëhet kështu, pa dhënë shumë shpjegime rreth faktit. Një palë e shikon si një politik të duhur, boll u morë me të majtët, të cilët flasin dhe nuk bëjnë asgjë tek e fundit, por një palë tjetër parashë rrezik që këto nuk janë kjo lloj arrogance e politikës së më të fortit, nuk është afat gjatë dhe sjell probleme në të ardhmen. Tani dua të di si rre politika aty brenda në raporte demokrat-republikan. Po nuk besoj që egzagjeroj, po të them që është një nga momentet më të polarizuara të politikës amerikane, dhe polarizimi nuk është vetëm mes forcave politike, po polarizimi është mes atyre që mbështesin secilën palë. Tash i palët flasin më pak me njëri tjetrin se sa më parë, qofshin brenda familjes, qofshin në kongres ose në forume të tjera. Kështu që këto çarje politike, këto përplasje politike kanë shkaktuar një dëm të madh, po them, por ato arsyet janë të shumta. Dhe me përmendet faktin që republikanët kanë një sjellje tjetër ndaj politikës, demokratët ndoshta kanë diçka, e kanë disi më të zbutur qëndrimin, po në fakt bëhet fjalë për se çfarë drejtimi do të marrë vendi dhe bëhet fjalë për demokratët, për shembull, që kanë humbur sepse republikanët tash janë në pushtet, bëhet fjalë që ata të gjejnë një mesazh që të rezonojë me votuesit. Dhe kjo është sfida e demokratëve në këtë moment.
ata po përpiqen që të gjejnë një pikë të përbashkët mes atij krahu progresist dhe krahut moderuar, madje po hartojnë edhe platforma që të shikojnë se si mund të parafrojnë dhe si mund të tërheqin klasën e mesme, të cilën nuk e fituan ashtu siç shteshën, sepse humbën zgjedhjet, deri në zgjedhjet e ardhshme dhe në të ardhmen e afërt. Pra ky është problemi kryesor i demokratëve. Po të sjell vetëm një shembull, për shembull ishte funerali për klimën e përgjithshme politike në Shtetet Bashkuara. Ishte funerali i Dick Cheneyt dhe zoti Trump nuk ishte i ftuar, ashtu siç nuk ishte i ftuar edhe nën presidenti i tij, J.D. Vance. Kjo është diçka e rrallë për politikën amerikane dhe tregon momentin se ku jemi. Dhe zoti Cheney u vlerësua nga të dyja palët, si nga demokratët, si nga republikanët, jo vetëm në fjalimet që mbajtën në funeralin e tij, por gjatë gjithë kësaj kohe kur ai ka dalë kundër zotit Trump, e filozofisë së zotit Trump, natyrisht edhe vajza e tij Liz Cheney, që dhe ajo politikane ish antare e Kongresit. Duhet kemi parasysh se është bërë një ndryshim 180% edhe i demokratëve dhe i opinionit publik për zotin Cheney, sepse në kohën që ai ishte në president i zotit Bush, kur ishin luftrat e Irakut e më tash. Ishte i fort, ishte ndër ishte i fort, ishte nën presidenti më i fuqishëm mund të themi deri në atë kohë, dhe pati mjaft kritika si ndaj tij, si ndaj zotit Bush. Shiko se si ka ndryshuar situata kur ai vlerësohet pikërisht për ato gjëra që për cilat zoti Trump akuzohet se nuk i shpreh të paktën hapur. Për shembull fjalimin e saj zonja Cheney, Liz Cheney, tha që nuk kishte diskutim për babain tim që nëse do t'i duhet zgjidhte mes besnikërisë ndaj partisë apo ndaj kushtetutës, ndaj vendit, ai do zgjidhte ndaj kushtetutës. Tashti është e debatueshme dhe jo të gjithë republikanët e mendojnë kështu, por ky mesazh rezonon ndryshe në këto ditë kur ka një lloj polarizimi. E qartë. Keta do shkosh në Amerikë, është Thanksgiving përpara, të njëjtën besoj do mblidheni në atë festën familjare. Patjetër, me zi po festa. Kam shumë të qartë, me miq, me njerëz që do t'jesh atje edhe gjej moment të them gëzuar Thanksgiving. Do flasim telefon patjetër, por po ta them kështu. Gëzuar dhe do na mungosh. Dëshirë doja të isha në atë tryezën me gjelën e detit dhe me gjithçka që përgatitet, por gjej moment të them për ditën e falënderimeve që të jetë një ditë sa me lumtur dhe sa me gëzuar për ty, për familjen tënde, për gjithë komunitetin dhe për gjithë miqtë që do takosh atje. Faleminderit dhe unë uroj festat e nëntorit si ty si publiku të audiencës dhe jam shumë e kënaqur që jam këtu sot edhe flas nga kjo tryezë për herë të parë që pas ditëve të zërit Amerikës me audiencën shqiptarëse. Të falenderoj shumë për pranimin, ishte shumë kënaqësi dhe gjithmonë e mirëpritur në këtë studio.